Ne besonim tek liria. Shqiptarët ja dolën. Ne e kryem. Rroft liria. Me këto fjalë u drejtua kryeministri Sali Berisha qytetarëve në mitingun koncert organizuar në kujtim të 20 vjetorit të fitores për herë të parë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 22 marsit të vitit 1992, që shënoi edhe ardhjen për herë të parë në pushtet të një force tjetër politike pas gati 50 vitesh sundimi komunist. Zoti Berisha e cilësoi 22 marsin si ngjarjen e dytë më të rëndësishme për vendin pas shpalljes së pavarësisë. Jemi mbledhur sot këtu për të nderuar së bashku 22 marsin e vitit 1992, ditën më të madhe pas pavarësisë për shqiptarët e Shqipërinë, ditën e parë të demokracisë. Ftoj mbar qytetarë shqiptar të përulemi me respekt të thellë para atyre djemve dhe vajzave, burrave dhe grave, që pasi me guximin, trimërinë, vendosmërinë e tyre në dhjetor të vitit 90, shembën mujën e Berlinit. Duke e cilësuar regjimin e diktatorit Enver Hoxha si më të egrin në Europë, shefi demokratëve përsolli një mesazh të veçantë për ata të rinj të lindur pas rrëzimit të diktaturës. Të gjithë ata qindra, mira, të rinj dhe të reja, që lindët dhe u rritën në dekadat e lirisë. Ne që 20 vjet përpara përmbysëm me votën tonë regjim në bllokmerrve hoxhist, për ne liria, për ne demokracia, ishin thjesht vlera dhe ideale për të cilat duaj luftuar. Teksa arreshtoi arritjet e Shqipërisë gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, si antarësimi në NATO apo liberalizimi i vizave, kryeministri Berisha u zotua për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. I menjëhershëm ishte reagimi i kryesusjalistët e Tirama në rrjetin social Twitter, duke e krahasuar mitingun e demokratëve me parakalimet komuniste. Miting festiv për një mandat të shkuar qeverisës, vazhdon e shkuara komuniste e parakalimeve, veç se këto janë parakalime në vend numëro.